Jem një motër muslimane, thot do të operohem prej bajameve, pra prej krenive, po tash sot po mendoj si t'ja bëj për namaz, si të marr abdes. Allahu trujtoj motër. Kjo është muslimane. Kjo është musliman që ka dertën e namazit në operacion, mas operacionit e në shtrien, policien, komunikacionin, provim, gjithkun, edhe në parlament do të pas dertën e namazit. Derin stam dekes bile namazin e funit pa të shtin dhet lak tranisëm tak të lidhëm ka me dur me qefin të shtrajna kam dang këthejmë pe kibles e ty me të kemi tam shile dhe gojnë s'ki me qel edhe falim namazin me namaz, s'ka pa namaz muslimani pa namaz derin vërë kryja meselja kry por meselja qështja është qysh më u falë ai që s'ka kame, ati që si punojnë kamte, ai që është të shtrita, ai që është të paralizune, ai që është të operacione, ai që është në aeroplan atje, ai që është me timonin në dorë kamien së në lëshën timonin, ai që ka timonin e aeroplanit në dorë, nuk më në lëshën është të vëzit aeroplanin atje 10.000 kilometra të shkuktu në Amerike, në Japonie, ku dion, nuk bëhet pa namaz. Nuk bëhet pa namaz. Pra, para se me hinë e operacion, me rabdez e fale namazin. Kur del të shpija pastaj, mëse shtin në goj fare, se gojën e kitë mbëlt, ki dhimt me qilë gojën. Po, nëse mund është me lak pak hundën mirë, me shtim rana, së mund është vetë syti lan, edhe gjymtyre tjera trupit. Kaq. Më shumë s'ka nevoj, bile, nëse ke frikë, se po të rëndohet shëndeti pak, mathi me rabdest, edhe mathi edhe qërapat pak trasha, një që mi dhanë edhe mest, e taj kur del qpija pak, edhe të vësh në veti, të letohen pak dhimt, të ndihmon dikosh pak me dhanë abdest, ka me jep mest, ose të jep dikosh, edhe fal namazin që është më qashtu. Sepse atë ka problem pas të edhe me ranë, sejdë, ka problem se ka dhimt, një gjysdite, një dit ka dhimt atë po. Falet qatë gjende që mundet. Allah e letoft, ja. Amin.